Interesi parë ishte që të ndaj shahun e të lidhe shahun me shoqen e saj. Këtu vinte dhe bënte gjeste që dhe një budallak të jetë, do i vente. E mori përgjigjen pa unë tarë akoma. I kam thënë që unë të lë këtë grua që kam, e të gjej një tjetër jashtë duhet të jetë 10 herë më e mirë se këtë që kam. Që do me thënë që ti mos vazhdo më tutje. Çfarë flet ti tash? Unë për ta fëmijë po punoj po meroj. Nuk pranon. Këtu është luftë e dy fëmijëve, nuk është lufta ime. Se unë do gjej grua, ajo do gjej burr. Po këta fëmijë ku vend? Unë i thash, unë jam i pastër ndaj Zotit, ndaj fëmijëve, ndaj vetvetes. Që nuk të kisha faj, kërkove vetë, kërkoje dolce vitën. E që për dolce vitë më vajzë, nuk sa kam faj. Unë tani përse të marë. është libër. është libër, ndarja ime është libër. Ku që të gjonë? Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Greqi, do lidhemi me një baba i cili do t'rregojë jetën e tij. Në fakt probleme që pati me ish gruan, do t'rregoj momentet nga njoja deri te divorci dhe rritja e fëmijëve. Por çfarë ka ndodhur në historinë e Arbenit, do të jetë vetë ai që do na rrethej këtë histori. Unë hap dritaren dhe menjëherë përshëndes. Arben, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje dhe ju nga Athina. Në fakt edhe suksese për emisionin. Të falenderoj. Në fakt më telefonove dhe më thej që edhe unë kam probleme në Shqipëri, sepse ti nuk jeton në Shqipëri. Unë nuk jetoj në Shqipëri, kam vjen nga Shqipëria në moshën 19 vjeç. Sa mbarova shkollën e mesme. Në 90-ën. Arben, ke ikur 19 vjeç nga Shqipëria që në vitin 1990, paske plot vite në emigracion. Kam që në 92-shin këtu në Athinë pa lëvizur. Nuk e ardhur fare në Shqipëri? Në Shqipëri bi po thuaj se muaj për muaj. Adeu nuk harrohet. E pra, nuk e harron vendlindjen tënde. Jam nga fshatrat e Delvinës. Je nga fshatrat e Delvinës. Nga Saranda. Por vi, kam shtëpi, kam pasuri edhe kam shoqëri, pa njerëzimi nuk kam asnjë në Shqipëri. Por çfarë ka ndodhur? Pse ju keni probleme me Shqipërinë? Kam patur një disfat, një ndarje. Keni qenë i martuar përpara në Shqipëri? Po. I martuar me 2 fëmijë. Me gjyqe me të, bërëm edhe fëmijëti kishë sidomos djalin. E kisha unë përsipër, me anë gjykate, edhe vendos një pension ushqimor. Çfarë viti jeni divorcuar? I divorcuar jam 23 është djali, kam një 5 vjet. 5 vite që jeni divorcuar? Po. Çfarë ndodhi që i dha fund martesës? Është libër. Unë futën shumë persona që të më minin qa pasuri e kisha unë me anë e zonjës, pa që zonjë që zonjë, ka qenë zonjë, në atë ranët, në atë rapikat. Nëna e fëmijëve të Ka qenë zonjë. Po. Ka qenë zonjë në atë rapikat. Nuk e mëhoj këtë gjë. Por ka punuar shumë, çdo gjë kemi bën bashkë. Po hiri shoqëria, zilia hin të tëra për ndarje. I dashur Arben, ti sot jeton në Athinë vetëm me djalin? Tani djalin kam në shtëpi vetëm. Vajzën e kam martuar me 2 fëmijë. Pas divorcit nuk niste një jetë së re? Jo. E di pse? Për këtë që po pi. Në rast se parë, djali ishte lidhur shumë me të jëmë, me maman. Ishte shumë. Edhe kalova një si ta thom, një mënyrë shumë të keqe, që nuk isha mendje të shkruaj jetën ime. Doja jetën e fëmijës. Që të thotë, në doktoratat që më dhanë që qova djalin, me 5 doktora, me pedopsikiatro, pedopsikolog, këto të socialeve, të rakët, se kërkova dhe ndim vetë,
Pse djali ka shumë e përjetoi divorcin tuaj? Jashmase që e shumë i lidhur, se jëma ishte e sëmur. Me valtet të plot. Duhet të mirë i lachet, duhet të bënd të tëra, pastaj të flënte djali. Më mirë të më telefon, papa, mamaja ka qeqerin, veprime të po ju. Nuk lëviste nga koka. Po si përfundim me la dhe për një 5 vjeçar nuk fliste fëmijëve. Nuk i donte fëmijë. Zonjë. Tani unë o të shikoja jetën ime, o të shikoja fëmijën. Kaq e rënduar ishte gjendja e tij mendore. Jashmase. Po ai në atë kohë ka qenë 13 vjeç kur jeni ndarë. Po. Por sot si është djali me shëndet? Shqyqysh Zoti, po ka një gjithë keqe se më ka bërë shkapën shqiptare, që nuk ka lidhje me Shqipërin, se unë jam minoritar. E kuptoj. Me origjinë minoritar, por nuk do atë ati. Unë jam shqiptar, atë kam lidhur dhe atë do jem. E nuk pjesë njeri. Po, sidomos djali që ka lindur në Asin, edhe minoritar, me shkapën shqiptare në pas kurizit. Më rreth shqiptarët, pse flasin shqip, pse flasin greqisht, e nuk flasin shqip. Ma ka nejtë në shkollat këtu, se ka ngritë flamuri shqiptar. O, të pas ka sill probleme. Ma ka nxirë buzën. Po shqyqysh Zoti, e ndolla ban, e nxora në jetë. Dhe më vjen mirë. Me tëra, tani jam në rregull. Tani, shikoj për jetën ime. Atë kam thënë. Tani jeta ime. Tani ka ardhur momenti të mendosh për veten tënde. Po, nuk e diskutojmë këtë gjë. Dhe të uroj gjithë të mirat, sinqerisht i dashur Arben, por më vjen mirë që dhe djali sot është mirë, ka një shëndet të mirë, le të themi si atë fizik, por dhe atë mendorin që ti e detyruar për vitet të tëra ta ndjekësh me psikolog aty në Greqi. Unë kërkova ndihmë për veten ime. I thash si të sillem unë me një fëmijë. Qa momenti, qa duhet të bëj, se unë jam papa. Isha i person që kur isha i vogël në shkollën e mesme, qezmën e kisha në pas kurizit, mama në një gotuj, i kisha të të randuar. Unë martova, i bënte e ish gruaja, nuk pja të bëja një kokërvez. Isha i detyruar i bëja tëra. Por pas divorcit, të duhej të bëj edhe rolin e nënës në shtëpi. Të tëra. Bëja 2 orë gjumë në 24 orë. Se duhet të kthesha në ndërtimi. Të fshija, të laja, të veja lavatriqe, të kuroqja, të gatuaja, të ikja për punë prapë, të duhet dhe të punoja. Po më tregon që jetesa pa bashkëshorten ka qenë e vështirë. Shumë e vështirë. Për kundrazi, unë edhe kam ndihmuar, ish gruar. I dashur Arben, me sa kuptova, ti ke konsumuar shumë vite martesë me zonjën, me nënën e fëmijëve. 20 vjet. Sa vjeç ke qenë kur je njohur me nënën e fëmijëve? 24. Ishte një njohje me dashuri apo mlesëri? Gjysëm për gjysëm ta flasim. Se isha kthyer në Shqipëri, doja të kthehesha më në Greqi. Atë sezon. Para 97-ës. Imagjino unë kisha një vit në xhep 3 vjeçare dhe nuk lëvizja nga Shqipëria. Se punoja, nuk kisha problem në Shqipëri. Ju nga jugu i Shqipërisë, por nëna e fëmijëve nga ajo zonë ishte? Nga Tepelena. Nga Tepelena. Më lejon të pyes, pasi u dashuruat dhe u martuat, ju e morët në Greqi? Po, qëndruam 8 muaj të fejuar, ngeli shtatzane tek vajza, e mora direkt, edhe erdhëm në Greqi pastaj. Erdha unë i pari, mora dhe atë. Pas vajzës, certi djali. Atje filluan problemet. Por, çfarë ndodhi më pas? Diabeti. Në marrëdhënien tuaj në çift? Jo,
ne s'kishim deri, ishte për vit të ri, nuk kishim sheri që qenë në shpinë tonë, ishte po të lante ajo të kalonim të treneve, fëmijët edhe unë me këpucë, brenda shtëpie edhe kur lante ajo. Sheri. Si çdo lloj fëmre. Pra konfliktet e para në familje nisën për shkak të punëve të shtëpisë që ajo lodhej dhe ju në një farë mënyre. Jo, nuk ishte fare. Të thom, sherin që kishim neve në shtëpi si familje ishte hyrja me këpucë në shtëpi dhe kur unë nuk haja gjellë në darkë, vija nga puna e ndërtimit, mund të haja në diçka jashtë edhe nuk haja. Këto kishim gjëra elementare, gjëra që nuk ishim kot. Por hyri një shoqe e saj që hante bukë nga neve. Po. Nuk ishte të hante, ishte me një fëmijë ndarë, nuk ishte hante dhe hante këtej nga neve. Edhe shikonte që si kalonim neve. Unë i thoja, zonjë, nuk më intereson, unë nuk duhet t'ja di as për Shqipëri dhe as për Greqi. Ti, shiko, kokën jote, shiko ilaçet që të ka dhënë doktori, se s'jam unë doktor. Por gruaja doli me diabet, kurohesh nga diabeti, çfarë problemesh kishte? Diabet 1, që bën 3-4 insulinë në ditë. Psikologji 64%, se si diabeti. Po. Pjesë e kokës, me trupin, është me 2 vidha, i shkëputura fjena. 45% damari kryesor i zemrës dhe në gjakun brapsh. Sa probleme pas ka pasur. Mos e thomë të tjera. Edhe i hyri shoqja me avukat në Shqipëri, avukat këtu në Greqi, një grup. Ti po më tregon që ka qenë mikesha e saj që ju ndau? Po për shoqja, 1000%. Por ç'lidhje ka shoqja? Për çfarë i mbushi mendjen që ndau nga burri kur ti ishe mbështetja më e madhe për të? Ajo e shpikonte sa kish një vit që punonte me këtë, e shikonte që ish gruaja nuk largohej se nuk i mungonte gjë. Në qendër të Athinës, me shtëpinë e saj, me pasurinë në Shqipëri, kalonim shumë bukur. Unë punoja nuk është se as vetë lokaleve, as pi, as brez, as bëj. Unë shikoj shtëpinë ime, nuk më intereson se çfarë bën toni. Por çfarë interesi kishte sipas teje kjo shoqe që të ndante nga burri shoqen e saj? Si më duket. Ta them unë interes. Interesi i parë ishte që të ndahesha unë të lidhesha unë me shoqen e saj, e para. Tani e kuptova. Pra ajo kishte rënë dashuri me ty. Atë nuk e di dhe nuk më intereson, po e mori përgjigjen pa unë darë akoma. I kam thënë që unë të lë këtë grua që kam, e të gjej një tjetër jashtë duhet jetë të 10 herë më e mirë se këtë që kam. Që do me thënë që ti mos vazhdo më tutje. Por, Arben, këto ishin dyshimet e tua? Këto ishin dyshimet e tua, apo ajo të dha ndonjë shenjë që ti ta kuptoje? Jo. Jepte shenja. Dhe konkretisht çfarë bënte ajo? Çfarë bënte ajo ndaj teje? I foli djali. Të lidhe me mua se shikonte që unë punoja. Shikoja hallin im, nuk shikoja të tjerët, pasuri kisha. Punoja në mëngjes në ndërtim edhe mbasdite me motor. Shpërndaja sfaqe ton. E qartë, ke sakrifikuar për të vendosur atë pasuri, që ke blerë shtëpi aty dhe ke shtëpi në Saran. Por kjo shoqja e gruas, e cila po tentonte që t'ju ndante dhe të futesh vetë mes jush, ta shprehu, të tha diçka që ti e kuptove? Po, tha, u hithe nga era, e tha dhe në si të djali xhaxhajt ish gruacime. Çfarë të tha konkretisht? Që kuto që vinte dhe bënte gjeste që dhe një budalak të jetë, do i vente. Pra, ajo të ka provokuar me gjeste? Po.
Pastaj vente I thoshte një shoqes të Guçit që do bëni këtë, se unë këtu kam emri Stefan, e kam dyshuar emrin. Po. Që do bëni këtë, që do atë, I flet djali Xhaxhait, I thot, kushurinë, ndiqe këtë shoqen, çfarë është kjo shoqe? Çfarë këto veprime ti bën në Cyrin jon? Që ne jemi këtu që I bën burrit tjot. Po unë isha petuar në vetveten se ish gruaja ime u çmur në dasëm. Po. Ai që patim, ajo që jeta ime. Deri në pikën e fundit thash unë do jem tek ti. Dhe ti u betove Do me që thënë nuk do ta braktisje kur, edhe pse ajo ishte e sëmur. Jo. Deri në vdekje. Nuk do ta braktisja. Nuk do ta leja se unë do ktheja tikën në vetveten ime. Po të isha unë, do më lënte, atë fjali kam të thënë. Jo, tha, unë pse të lë. Ke nevojat e tua personale si burr, se çka kam unë I thash ti nuk intereson. Ti shiko kokën jote. Unë jam këtu tek ti, te ti dhe te fëmijë. E kuptoj. Nuk pranoj, kuti ajo shoqja pastaj një avokat këtu në Greqi, avokat në Shqipëri në Saran, avokat Saran, me një grup, me 2 Tiranës, me 2 nga Tirana, Që të bëhesh divorci. që ata 2 tiranësit ishin njëri që I dashur I shoqes, edhe tjetrin do t'ja bënin kësaj që të minin lekët. Gruas tënde. Po, jo grua, Po, më fal. Nënës së fëmijëve. Por përpara se më tregosh ti histori që çfarë zbulove dhe çfarë ndodhi më pas, ti me gruan tënde, gruan tënde, nuk I tregove qëllimin e kësaj shoqe që ajo po të provokonte ty, po të provokonte seksualisht dhe kërkonte ndarjen dhe të martohesh me ju. Ja thoja, nuk besonte. Nuk më besonte. Por këtë shoqen e besonte. gruas nuk e dobove nga shtëpia ti tregoje kufirin, se ajo po të shkatërronte familjen. Unë e ndoqja njërë se e ka pa këtu, kisha tuar ish grua në doktor, e unë e qoja në privat, nuk e qoja në shtetëror, se shikon më mirë privati, edhe I thot ajo në syrin im, I thot që, që vete doktor, mos me rilace, qa ke, qa do t'i thër, qa I thot kësaj, largohë më shkoj më, e shkëputa I fatkoje, po u lidh prap. Tani unë nuk e baja do të grua në punë. Por Të më do I kja të punoja. I dashur Erben, por ndihmën e familjes së gruas, nuk e kërkove në atë kohë sepse e kuptoj që ti s'ke dashur ta shkatërrosh familjen. Besoj që ti fole me njerëzit e gruas në atë kohë. Po fola. I folën, nuk të gjonte, I erdhi jati, se jati është I dëgjuar në Shqipëri, është organist, I bie klarinetës. Po. Erdhi jati, I foli jati, nuk të gjonte, unë ngrit tiku, por I ti thashun qake, që do I këshën mëgjesit të rintar pres autobusin, nuk qëndroj të caktu me këto që bën vajza ime. Jo se prithe, E qartë. nuk kuptojemi. Nuk të ka tradhuar, e qartë. Por ajo kërkoi s'kishim. Ajo kërkoi ndarje nga ty pas shumë vitesh martesë. Çfarë? Nuk të donte më? Si ta shprehus? Çfarë të tha ish gruaja kur të kërkoi divorcin? Kur kërkoj divorcin, qa bëri ajo, I iku fshehur azikë, një u fëmijë, se filluam debatin për 15 ditë, një muaj, edhe I thash, më vajzë, mund të më thuash një diçka shumë të thjeshtë. Se nesër të jemi të rinj, I thash, do martohem dhe unë, do gjej një grua. Të di dhe unë qa kërkon një grua në një burr. Një përgjigje të thjeshtë, shoqërore. Punon. Vete lokaleve bret, jo. Pi, jo. Shikoj allënin, shikon. Bret me fëmra, po bret. Po me kë bret më vajzit që se di unë? Bret me shoqen ime. Okej, jo që s'është e vërtet, unë bret me shoqen ime. Ti pse e bën shoqe? Se ta mori burrin. Pse e bën shoqe, të marri burrin tjetër? Është libër, ndarja ime është libër, ku që të gjonë. Edhe me iku nga Athina, po unë e ndjeva, se kishim një dasëm të peleneve. Edhe kjo kërkon të tikte në dasëm, se ishim bën planet, në dasëm vetëm. I thot vajza, në dasëm do vemi o të 4 o asnjë në të pelen.
edhe mirë të pension në Shqipëri, zonja, i Valteti. Po. Edhe bëjmë, themi në tasma, vemi në zy, në bank, në Delvin, i thomu, kalo, të bëjmë veprimet edhe të hyjë dhe unë në pensionin një, se mundesh ti të marrësh lekët, vi unë i të rejt lekët. Që jemi të dy, po e mirë të vëmë dhe fëmij. Kush të mundet, të vi të rejt i lekë. Tonë. E qartë, e kuptova. Që ashtu ati tha nuk kam, si tha, të vësht ti të hash lekë të mija, tha, do ati e vetëm tha nuk tua bolë më ke ngrënë lekë. Gjela nuk fola se mua më njojnë. Dola për jashtë, mbaroj, vemi të ke jema i thomu këtu më tha. E shumë i tha, më mi ti aj lekët banka, se ati aj lekët kime fëmijt. Të tha, sërish gruaja. Por pse, edhe marrëdhënien me fëmijët nuk i kishte forcë të mira? Në të mira i kishte, shumë të mira. Ashtu i thoshin. Por, Ashtu i thoshin. kur ajo të kërkoj divorcin dhe kërkoj të ndahej, besoj vajza ka qenë e rritur, djali ka qenë 13 vjeç, me të bien e saj nuk komunikoi? Nuk komunikonte, no. Imagjino, iku fshëura që gënjo fëmijë që të vete zarante të rritë lekët. Pra, nuk i ka pas... Dimitet të tretë. Marrëdhënie nuk i ka pasur të mira, as me fëmijët, ka qenë e ftohtë si nën. Po, muajin e fundit ka qenë shumë e ftohtë. Imagjino, ditëlindje e vajzës së shoqes është në një ditë me ditëlindjen e vajzës sime. Nuk festoj ditëlindjen e vajzës, po festoj ditëlindjen e vajzës së shoqes. E qartë. Kupton? Bëri operim vajza. Na pacienti. Vajza po vilte edhe kjo i kërkoi të llogarisë i bëri një xhuk me të vjella. E marr vajzën në kraj, hedh në makinë dhe çoi në spital. Nuk u qas në spital. Për vajzën. Erdhi pas 3-4 ditësh, unë nuk e leja se jam një tip që për fëmijët jam debules. E kuptoj. Për fëmijët. Edhe ti je kujdesur për ta. Edhe erdhi ditën e tretë, e çova unë në spital, ditën e tretë, edhe i thashun do rish këtu sonde te vajza se i ratesioni vajzës. I merren mend. Jo tha unë do iki, tha kam plan për të bënë, dëgjoj këtë i thash. Para një fëmije, plani ishte vetëm vdekja që nuk anullohet. Vdekja nuk anullohet. Të tëra gjërat para fëmijës anullohen. Qoftë më i miri ti jetë. I anullon. Ti çka ke ti që nuk e anullon dot? Ishte të vende të bënte kërcim, të kërcente. Oh. Unë griti ku vajti në Saran të më të lekët, fshëurazi, nuk e arriti do të limit. Por, të gjitha këto veprime, Arben, që ti po tregon, i bie që ajo në fund e ka humbur dashurinë për ju dhe respektin, si baba i fëmijëve që të kishte. Po, i humbi të tëra. I humbi dhe kërkonte divorcin për 3 ditë. Kërkonte zavë dyfishin e lekut. Nga 500.000 milion që ta mite divorcin për 3 ditë. Por, pse kjo këmbgulje ka që madhe që e donte divorcin shumë shpejt? Ose grupi shoqja dhe këtë e ishin që kjo duhet të mite lekët, se ne kishim dhe lekë shqiptare dhe euro. Që të bësh dendarja e pasurisë. Nuk tjetran, do të lekët në fillim, nuk intereson të pasuria. Edhe do të evrot, jo lekët shqiptare, evrot. Që ishte pasuria juaj. Pasuria juaj. Pasuria jonë, po. Pra, ajo kërkonte të divorcoj sa më shpejt dhe të bëhesh dendarje pasurisë dhe të merrte pjesën e saj. Jo, kërkonte të mite lekët para divorcit, në Saranda, i të rritë lekët fshëurazi, të mite grupi lekët, edhe pasaj të bëjë divorcion. Por, çfarë ndodhi më pas? Divorci ndodhi, por me nënën e fëmijëve? U bë divorci, e mori divorcin, pas 5 muajve u bë divorci, shumë bukur, që unë nuk pranova dhe brenda sallë gjyqit. E qartë. Ja tha gjykatësi që u paguajt gjykata që të mirte kujdesarin e djalit.
u pagua gjykata. Po. Po kjo kishte që unë do ta marr djalin, sa të marr dokumentat greke dhe do ta ndjek djalin. Nuk e mbaj më për djal. Këto fjalë ja thon djalit. E qartë. Goj më goj. Djali më thot më këtu ja. Asë të unë jam këtu gjallë e thash, nuk ka shanse të tilla e thash. Vece u pagua po kujdesarin e humbi. Zonja, e humbi kujdesarin në Sarand. E mori, unë i thom. Dëgjoj këtu, ulu këtu. Të ndajemi nuk ka asnjë problemi se si jemi as të parët dhe as të fundit. E qartë. Por, qëndro këtu edhe të ndajnë pasurin se ke punuar dhe ti, ke punuar si qëni, të ndajnë pasurin bashkë, nuk dua. As avokat dhe as gjykat. Jam njeri, të kuptoj vetë. Ama, dua, që pasuria jonë që kemi neve, në qoftë se fëmijët erdhen me ti, të dy bashkë, 3 pjesë ti, 1 pjesë unë. Në të kundër, 3 pjesë unë, 1 pjesë ti. Jo tha i që fëmita nga shkolla, tha mos i lërë fëmijë në shkollë, që më duhet ma fëmita, s'kan punuar fëmijë. Po se si pas të i thash unë që kam punuar, për kë kam punuar, për gjitonin? Qa flet i thash? Unë për ta fëmijë po punoj e po merojnë. Nuk pranon, e ju në bitë tëra. Ndarja juaj pas ka qenë goxha e vështirë me këto që po më tregon. Me vështirë, unë nuk dita, dojmë dhe më futin brenda në punë. Pse? Se, po, doj avokati kësaj edhe fliste. Të dhënja, edhe unë, që godita tavolinën me grusht, edhe jo dhe avokatit në gry. Mërti tha, në rast të pari thash, në rast të pari që të mësosh, i avokat, edhe një avokat lëz dhe një rolin e psikologut. Këtu është lufte 2 fëmijëve, nuk është lufta ime. Se unë do gjej grua, ajo do gjej burr. Po këta fëmijë ku vend? Pas ndarjes Arben, çfarë ndodhi me nënën e fëmijëve të tu? Ajo u rimartua? E mori divorcin ajo. E di si shmuapet më zënjë thash. I shiko hallin jo. Edhe nuk dua të të shkoj më fare për në sura. Nuk dua më të kemi asnjë lloj lidhje. Se të kam ndihmuar deri se goditi dhe makina, e qova në spital. Ish gruan. I ke qëndruar pranë dhe pse ishi të divorcuar, e kuptoj. Për shkak se ajo ishte e sëmur ti e ndihmoje sepse të vite keq. Kur ajo është për fëmijën e saj. Tani unë nuk baj të marr një grua nesër, të lë fëmijën im edhe të mbaj gruan. Po jo nuk e bëj dot. Siç e bëri, se filloi jetën 5 vjet, e mbante fshehura xhipurri. Mikulos e kumar. I gjozë. Nuk jip të lekët të rejt të kjo. Por, kur shikon këtë fëmijën, pa ndjenja në spital me gjakra, edhe ngrihen më vete mua tek buri, se nuk e kishte bura akoma e kishte dashur. Hajde ti në vendin im të baba. Vetëm unë e kuptoj se kisha grua, unë e kuptoj mund të shit. Unë kur e shikoj tek vajza, njeri herësit, i thon vajzës, qa ka kjo? Qa ka kjo tani? Ka rënë prape i ranë të bukurat? Ashtu i thonë mu, i ranë të bukurat tani? Qa ka? I vjen po. Por, më vjen mirë të paktën se është nën raportet me vajzën dhe me djalin e saj vazhdon t'i ketë. Tani ka mirë, i ka të mira. Dhe më vjen mirë për këtë gjë. Po fole me fëmijët, unë mua më ketë sikur ne jemi të martuar. Përdim për të tëra që kam ndihmuar këtu. Se këtu e kam, 10 metra kam larg. Pse, jeton afër jush? Po, ku do vej? Po i me shpresë se do kthehet, po nuk dua unë më. Nuk dua unë tani. E kërkoj që në fillim ajo po s'pranova unë. Është bërë pishman për divorcin. Të kthej. Unë i thash, unë jam i pastër ndaj Zotit. Ndaj fëmijëve, ndaj vetvetes. Që nuk të kisha fajin, kërkove vetë. Unë i thom me tjetër fjalë, kërkoje dolçevitën. E që për dolçevit më vajzë, unë sa kam fajin. Unë tani përse të marë. Gjuna, se është e sëmur, po vetë ja bëri koka. Shkon, e takojeni, shkëmbeheni në rrugë se jetoni afër me njëri tjetrin. Po në rast se pak kemi vajzën që ka 2 fëmijë. Po, takojemi atje. Faleminderit. Takojemi atje. Këtu e 5 vjet,
kam për të marrë një pension ushqimor. Zënja i ka paguar lekët. Në zyrën përmbarimore. Po. Nuk është shumë, shumë është të rreth tek 1.300 euro. Në vit. Për të qesharak. Jo, komplet. Që duhet të mirë janë lekët. Po. Komplet shumë. Edhe zotnia në fjalë, nuk po hedh lekët në bank. Kush nuk po jet lekët në bank? Zyra përmbarimore private e Sarandës. Dhe si quhet kjo zyrë përmbarimore? Emrin Erion Bejko. Po se kjo është e rëndë. Si mund zyra përmbarimore të mbaj parat ushqimore të fëmijës tuaj kur ti po tregon që nëna i ka paguar? Ajo më thot unë i pagova. Ai thotë mua më kanë ardhur lek, por nuk disa lek, nuk kam bën llogari. Ka këtu 5 vjet. Ja kërkoj vit për vit, jo njerë nuk kam kohë, jo do veti vë, jo do për llogarin, të tilla. Kam vajt në avokat në Saran. Po. Që të ardhë në gjyq. Patjetër. Avokatët sa të gjojnë emrin, që unë u futa me në gjyq që i kam thënë, o të kërkoj edhe kështet e bankës. Edhe kështin e bankës, sa e ka fitimin banka. Se nuk o më lozësh ti mua, që mos të flasë në tjetër gjuhën pasaja, i thash. Sa të gjojnë emrin ati, jo nuk e po jo kemi shok, po jo nuk e po im tot. Më largohen. E kam këtu e 5 vjetë, nuk kam marrë vetëm 250.000 lek të vjetra. Të tjera janë 1.300.000 që ai nuk i ka marrë, nuk bën punën, nuk do t'jedi, do t'i mbaj, nuk e të qa qëllim ka. I dashur Arben, kjo që ti po tregon është skandal. Nëse ish bashkëshortja juaj ka paguar deturimin ushqimor dhe këto lek prej 5 vitesh i mban një zyrë përmbarimore private, ti nuk e di pse ke pritur kaq gjatë 5 vite, duhet i drejtohesh gjykatës për të marrë paratë tua, janë paratë e fëmijës tuaj. Shiko, të thash dhe njerë, unë në momentet kur vete në Shqipëri që kam ditë, është vetëm gushti. Gushti është dita muaj më i keq se thonë të tërë jemi me pushime. Por, Shqipëria në vjen keq, jemi andej, po nuk bëhet kollaj Shqipëri. Me drejtësin flasim, me drejtësin. Por kur ti ke folur me... Se më bën shumë habi e gjithë ky denoncim. Kur ti ke folur me zyrën përmbarimore, me këtë zyrë private përmbarimore, si të është justifikuar në këto 5 vite? Mirë s'kam kohë sot, s'kam nesër kohë, po 5 vite? 5 vjetë, ik sot i hedh, e marrë telefon këtë e në Athina. Erion i ke lekët, se mua më vjen direkt mesazhi kur hedh gjëllë njeri u lek. Më vjen mesazhi. Po. Erion i ke lekët, o ti hedh, po x jam në Gjyq, x jam në Tiranë, x jam në Gjirokastër. Me anë telefoni. Kur i vete unë ati që e pres, edhe i gjej fshorat, i fshehem, sa vjen edhe kap. Do t'i bëj llogaritë u t'jetë projekt pa merak. Këto marrë përgjigje. Por, më të punëtën, se unë jam marrë ndryshe, po më vjen, se avokatët nuk e marrin për sipër. Kjo është e keqe. Pra, kur ti shkon në Sarandë dhe kërkon që të gjesh një avokat të ndihmoj për këtë situatë, asnjëri nuk ta merr përsipër sa dëgjon emrin e tij? Po, mora avokatin e më që kisha në ndarje. I kam thënë këtu. E kam shok më tha mua, nuk e bëj dot. Okej, thuaj, të edhe lekët e mia. Që kërkoj lek tjetër, lekun im kërkoj. Të bëj punën që i takon, se prandaj e pagova. I dashur Arben, pse zyra përmbarimore mblodhi këto lek dhe nuk t'i dha kur deri më sot? Por unë dua të di pse gruaja jote këto lek i çoi te zyra përmbarimore dhe nuk i hidhte në numrin e llogarisë që ti kisha hapur në emër të djalit? Jo, se ish gruaja ime, ja jepte të jemës, mamas së saj, edhe mamaja e saj i çote direkt në zyrën përmbarimore. Ta ashtu ishte gjykata. Që të ishte atje dhe zyra përmbarimore do me i the mua, se duhen të t'jepnin lek. Dhe ti po tregon dhe po denoncon që zyra përmbarimore të ka dhënë vetëm 250.000 lekë të vjetra dhe pjesën tjetër nuk ta ka dhënë kurrë. Janë 1.320.000 lekë. Tjera. Kam këtu e 5 vjetër, 23 vjeç t'ja liqon.
Por me ish bashorten ke folur, i ke thënë që këto lekë ti si ke marrë kur? Po, më ka folur. Po ajo këmbur që i ke marrë lekët. Unë i thëmë nuk kam asnjë dokument në dorë, në një dokument ti që i ke hedhur si lekët, që ke një apodhiks, edhe e ke ju pasaj ndryshe. Ajo thot unë i kam hedhur lekët. I kam dhënë lekët, ti ikse të anë ti lekët. O i ke marrë thot, unë i thëmë nuk kam marrë që lekë. I dashur Arben, sinqerisht më vjen shumë keq për historinë e jetës tuaj, që ju ka ndodhur kështu në jetë, por nuk e çfarë bën. Ato ka jeta. Por më the pak më parë që sot edhe djali që kishte të vogël e ke rritur, e ke nxjerrë në jetë dhe do mendosh për veten tënde dhe shumë mirë do bësh. Sepse jeta një herë jetohet dhe duhet të mendosh edhe për veten tënde. Nuk diskutoj. Po unë kam ca kushte në veten ime. Për një fëmër që do ikë këtu në shtëpi. Kushte të cilat të detyrojnë ti kesh tani në këtë moshë për shkak të eksperiencës jo fort të mirë me gruan e parë? Po. E kuptova qartë. Djalit të kam thënë, në çdo lloj fëmre që do ikë këtu në shtëpi, nuk e punë, o ta respektoj, unë nuk të nxjerr në shtëpia. E qartë. Se djali im. Edhe djali punon e mua nuk më jep lek. Unë po e mbaj me të ngrëmë me tëra. Allah ja bë zoti. Bledi thonë e ke bë pushime në Dubai se kam problem. Ti të jesh mirë. Unë jam gjallë. Por dua ta respektosh çdo lloj fëmre që ti do ta respektosh si gruan e babait. Nuk keni punë njëri me tjetrin, në të kundërt punën e keni me mua. Në qoftë se nuk e respektove, më vjen keq porta është atje e ke të hapur, mund të vesh tek mamaja jote. Të prera. Dhe si ka qenë reagimi i djalit, besoj dhe i vajzës kur ja ke thënë këto fjalë? Reagimi i vajzës ishte baba, duhet ta kishte bën dje i vajzës. Të martohesh dje, jo sot. E kuptoj. Por, unë të thonë vetëm një fjalë. Çdo lloj fëmre që do marrësh është jeta jote. Personale. E qartë. Unë, po nuk kalove ti mirë, nuk të pas të lumtur, unë ja hoqja qimet e flokut një nga një asaj. Kudo që të tjetë, dua të jesh i lumtur. E qartë. Vajza. Kurse djali kërkonte të jemën, jo tha nuk dua masi, dua maman këtu në shtëpi. Jo i thatë më vjen keq mamaja jote s'ka më punë këtu te mua. Është jeta ime personale. Në të bëhet qëndrosh, të bëhet, unë nuk e dua më tjerë. Përse ta marr? Do të iku, nuk e ndava. Iku vetë, ec. Jeta vazhdon, rrugët janë të hapura. Edhe nuk ra dakord pastaj. Djali në rregull, okay, më tha, vazhdo jetën jote. Se ti e lodhur po mos kuplo shumë. Në një farë mënyre, le të themi, ke marrë edhe atë përgjigjen nga dy fëmijët për ta nisur jetën nga e para dhe unë sinqerisht të uroj fat dhe shumë lumturi Arben, sepse çdo njeri duhet jetojë jetën ashtu siç ndihet i lumtur. Të gjithë e meritojnë lumturinë. Në parë, nuk jam me mentalitetin shqiptar. Unë fëmijët e mi si vajzën dhe djalin i kam shok e shoqe. E kuptoj. Që të bindesh. Po më foli mua vajza, babuli, i thëmë nuk kam lek, se babuli është që do lek. Kurse djali po më tha jero, plak, kërkon lek, e thot me ndryshe ki. E kuptoj. Edhe i kuptoj dhe u apres, atë nuk kam, i kam si shok e shoqe. Kurse një fëmre, i kërkoj 3 gjëra, unë personalisht. Si Arben, si Stefan, si njeri. Po. Nuk dua pasuri. Se pasuria me madhe është fëmia. E dyta, pasuria është zëmbra. Unë kërkoj buzëqeshje, trastin nuk e diskutoj mirë këtë trastin, jo gënjeshtër. Thomi neve, shtëpi pa hale, pa banjë, nuk ka.
i pastër, jo. Edhe unë bëj gabimin. Ullu, bë dialog. Nuk ka sherr. Komunikimi është kryesori. Komunikojmë, edhe ulim në shesh, mu ta kemë faj, mu ta kesh të faj, komunikojmë se po e ngritë gruaja zëri, e ngritë burri zëri, ben maj për maj si ka. Unë ta uroj. Po mi jep, preja, okej, vazhdojmë. Nuk mi jepni, më mirë vetëm, jo sherr. Arben, sinqerisht ta uroj nga zemra, ta gjesh gruan e jetës. Ta uroj me zemër këtë gjë. Por gjithë problemi i asaj që ne u lidhëm bashkë dhe ti më telefonove ishte ajo zyrë përmbarimore në Sarand që ti nuk e marrë dot lekët e pensionit ushqimor dhe ish bashortja të ka deklaruar se i ka paguar ato para, ndërkohë dhe vetë zyra përmbarimore e ka deklaruar që i ka marrë ato para, por nuk ti ka dhënë kurrë. Nëse do e kishe përballë atë zotëri që s'ke mundur dot ta takosh, unë duaj një mesazh të fortë për atë zotëri dhe do bëj të pamundurën që unë të lidhem dhe të marr një përgjigje. Pse ti nuk i ke marrë paratë e tua, se ky është skandal. Si mundet një zyrë përmbarimore të mbaj paratë e një pagese ushqimore për një fëmijë të mitur? Shiko, ai zotënia që ka, dhe po të hapun dokumentat, gjerë dhe shumën saktë. Duhet të ketë mbi 500.000 i kaj në librezën e tij, në emrin e tij. Të zyrës. Po. Pjesa tjetër sot nuk mi ka hedhur. Ish gruaja ime sot i kam dhënë. Ish vjera e je me saj më ngjan, mos nuk ja ka dhënë lekët atij, ja ka ngrënë lekët kësaj dhe i thotë unë i kam dhënë lekët. Këta dokumenta s'kan. Unë i kërkoj këtij se unë kur të paguaj ti për të punë, prandaj paguaj. E qartë. Të bësh punën saktë. Edhe ki, po jo 500 që më ka dhënë. Nuk ka marrë këto pjesët e tjera. Po s'më jep lekë që ka në bankë, lekët e tia, që ka në emrin e tij, i ka anëzur. Kjo është skandal. Arben, të premtoj që do lidhem shumë shpejt me këtë zyrë përparimore për të marrë një përgjigje, ore pse ai lekët e tua s'ti ka dhënë, se kjo është skandal. Po, janë lekët e fëmijës, nuk janë të mia, janë të fëmijës. Janë të djalit, e qartë, janë të djalit. Unë nuk kam ngel këtë për 1.000 euro, jo. Por qoftë dhe 100 lekë, janë të tuat, nuk mund t'i marrë dot askush. Por jetojmë në Shqipëri dhe fatkeqësisht dua ta pranoj që këtu ndodhin çuditëra. Unë kam bërë një shkollë të mesme. Mbarova shkollën e në Greqi. Edhe në një kulturë tjetër. Shoqëria ime ato më ka sjellë një kulturë që më ndryshe nga ne shqiptarët. E qartë. E kuptoj, ka shumë vite në emigracion, ke një tjetër stil jetese ndryshe nga kjo në Shqipëri, me një qetësi shumë të madhe, fiton shumë gjëra. Se unë i bëj dhe ndryshe, se ja kam thënë njerë ish kryetari degës të komisariatit të Elvinës. Më doli mua më fliste mua ish komisariati që kur më kishte në ara, o zoti kush jeni ju veçash? Unë jam kryetari degës. Se unë paraqita jam filan fisteku, filan qytetar. Për aksident që kisha. Që e bëra të madhe me ambasada, me ministrin e drejtësisë. E qartë. E thëmë, ti ku ti flet në atë gjujësësh? Këtu në Lulishte, nuk e zirë ti zotni, ti më fleti mua në këtë gjuhë. E që ka problem fare i se unë arrit e kryeministri. O zotni, më të formo kështu. Që ku më keze në arat ti. Më vjen keq. Një fije e kulturë. Sinqerisht më vjen keq për gjitha këto situata që të ka ndodhur. Mirë, Arben, unë të uroj shumë fat, lumturi dhe do mbetemi në kontakt. Thomë se kam gjetur. E ke gjetur. Më vjen mirë, po këtë të na thoshe, që e ke gjetur një bashkëtuese. E kam gjetur një, e kam nga mesi Shqipërisë. Nga Myzeqeja. Nga Myzeqeja dhe tamam Myzeqe, se e ngacmoj unë, është deri tani është zonjë dhe ajo. Është zonjës sikur kisha ishen, në atë ranët, po unë i thash gjën e parë që të ne të vazhdojmë bashkë të dy, dua takim fëmijët e tu. Se ka dhe ajo një vajzë një djalë, moshën e fëmijëve të mi. Dhe më vjen mirë, sinqerisht më vjen mirë
të them jetë të lumtur bashkë dhe të trashëgoheni. Kërkova fëmijët e saj, dolën për të ngrënë, pa filluar, pa marrë akoma unë prezantimin, nga jo. Ja o dha në shesh, qa dua unë, qa do kjo. Jem në rregull sa shdojnë, se vitrina e një prindrit është fëmija. Dhe the shumë bukur. Pasqire një prindrit. është fëmija. Unë i pash, dhe djalin dhe vajzët. Unë i tharë nga mua ke okej, me këto kushtet. Jem në rregull? Okej. Dhe se kam njërë qik më shpejt ti më thoshte mua. Sinqerisht, me jetë të lumtur, të uroj me zemër, me jetë të lumtur Arben. Mirë, ne do betemi në kontakt bashk dhe uroj dhe shpresoj që dhe ato lekë të përprambetura të hidhen në llogarinë e djalit tuaj. Kështu që të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Ju uroj jetë dhe lumturi Arbenit, i cili sapo kishte nisur një njohje. Por nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, mos hezitoni të më shkruani numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më shkruani mesazh dhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram, në Facebook dhe në TikTok me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim në YouTube, ku tashmë çdo paradite un jam live me ju çdo ditë paradite ora 10. Me këto histori vërtet të trishta. Faleminderit që më ndiqni, mirupafshim.